Kryeministri polak Donald Tusk I ka bërë thirrje presidentit turk Recep Tayyip Erdogan në një vizitë në Ankara që ai të marrë rolin kryesor në stabilitetin e rajonit kryesisht, por edhe të Europës deri diku. Tashmë lim pyetja natyrshëm, a është Turqia një aktor shumë I rëndësishëm për stabilitetin e Europës, por edhe për rajonin e Ballkanit në këtë rast? Po Turqia është prezente në tash dy faktorë po rikthehen skenë në kontinentin evropian në një farë mënyrë. Është truar nevoja dy faktorëve. Në njërin anë pas Brexitit kemi involvimin gjithnjë më të madh të Britanisë, jo rikthim në Bashkimin Evropian, të kuptohemi, por në arkitekturën në sa I përket kontributit të saj në mirëmbajtjen e arkitekturës së sigurisë evropiane dhe është truar nevoja po ashtu që edhe Turqia të ketë një rol më aktiv në këtë drejtim. Po ne gjithë e dimë janë dhëna zyrtare, Republika e Turqisë ka kapacitete të jashtëzakonshme ushtarake, e konsiderohet njëra prej ushtrive më të rëndësishme në NATO, së bashku me ato të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Britanisë, madje në fillim të luftës në Ukrainë, ne kemi qenë dëshmitar, ishin dronët e prodhuar nga Republika e Turqisë, të cilët I ndihmuan në masë të madhe ushtrisë ukraine për ta ndalur invazionin rus. Kështu që në këtë drejtim nuk ka diskutim që Republika e Turqisë mund të japë një kontribut të rëndësishëm në garantimin e paqes dhe sigurisë evropiane dhe mbase mund të jetë një lloj kjo çështje, kjo thirrje mund të jetë një përkujtim për gabimet që kanë bërë edhe vetë BE-ja në raport me mënyrën se si I ka trajtuar procesin e antarësimit të Turqisë në Bashkimin Evropian. E ka përjashtuar politikisht, por e ka përjashtuar politikisht nëse jo formalisht, sepse negociatet janë të hapura, mirë po është truar si nevojë. Mirë po në aspektin ushtarak është po shihet gjithnjë më I domosdoshëm kontributi I saj. Të ndalemi pak në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ku djali Donald Trump është pritur nga presidenti Aleksandar Vučić. Çfarë do të thotë kjo vizitë sa I përket situatës gjeopolitike në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe a e inkurajon kjo Serbinë përballë Kosovës? Po është interesant se në 2-3 binar po zhvillohen ngjarjet në rajon. Është vërtet njëri prej madje djali I tij do thotë kishte një takim me presidentin Vučić, ku motiv I takimit ishin investimet e tyre ekonomike në Serbi, ku më parë dhe dhëndri I presidentit Trump ka bërë një marrëveshje me autoritetet e Serbisë për të investuar një kompleks rezidencial në ish ndërtesën kryesore të armatës jugoslave, e cila ishte bombarduar nga forcat e NATO-s gjatë luftës në vitin 1999 dhe është edhe një dimension tjetër, disa kompani lobuese janë shumë aktive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të paguara nga Serbia. Mirë po dhe presidenti Vučić tenton, nuk ka diskutim, tenton që ta shfrytëzoj këtë situatë për ta restauruar pushtetin e tij, për ta restauruar imazhin e tij si njëri prej liderëve të vetëm në Serbi, I cili ka lidhje si me perëndimin ashtu dhe me lindjen dhe ka mbështetje të një llojit si nga Moska ashtu edhe nga Washingtoni, sepse mos harrojmë ditë më parë kishte pasur një komunikim telefonik me presidentin Putin dhe sipas deklarimeve të tij mediale kishte marrë mbështetje nga presidenti Putin dhe që I njëjti I ka kritikuar protestat në Serbi dhe se nuk I përkra revolucionin me ngjyra. Mirë po është një indikator tjetër që po ashtu vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse presidenti Vučić përpas presioneve që po përballet me protestat e brendshme në Serbi është duke u përballur edhe me një çështje të ndjeshme me njërin prej levave të tij kryesore politike në Republikën e Serbëve të Bosnjës, Milorad Dodikun, ndaj të cilit tashmë Gjykata Federale në Bosnjë ka lëshuar fletarrest ndaj atij dhe ndaj kryetarit të parlamentit dhe kryeministrit të atij entiteti, I cili është akuzuar për cënim të kushtëtishmërisë dhe rendit dhe integritetit territorial të Bosnjës. Presidenti Vučić dje në një prononcim në rrjetin e tij social e quajti këtë minim të paqes dhe të marrëveshjes së Daytonit, ndërkohë autoritetet federale në Bosnjë I kanë shqiptuar dënime ndaj Dodikut pikërisht sepse me veprimet e tij po e cënon marrëveshjen e Daytonit dhe integritetin federal të shtetit. Dhe
Këtu duhet kujtuar para pak ditë sekretari amerikan I shtetit Marco Rubio në një prononcim në rrjetin e tij social e kishte me tonet më të ashpra ishte kritikuar këto veprime të Dodikut dhe të njëjtën kohë ai thotë një fjali e cila për mua është simptomatike në fund të atij prononcimi kur deklaron që presim nga të gjithë partnerët rajonal që të angazhuar maksimalisht në krah me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për t'i dënuar e për t'i luftuar këto përpjekje për destabilizimin e rajonit. Pra janë dy linja, janë dy anë, janë dy binarë po lëviz procesin. Në njëra anë State Departamenti Amerikan I bën thirrje Serbisë që të jetë më e përqeshme në garantimin e paqes dhe sigurisë rajonale, të mos solidarizohet me veprimet e Dodikut, të cilat I minojnë investimin amerikan për paqe, sepse marrëveshja e drejtorit është investim amerikan, dhe në anën tjetër kemi takimet dhe tentativat për investime ekonomike me anëtarët e familjes Trump, që me siguri presidenti Vučić do t'i shfrytëzojë këto takime për imazhin e tij si një lider I cili është gëzon mbështetje politike, diplomatike në administratën e re amerikane. Sa rrezikohet Kosova nisur nga ndryshimet e kursit të politikës amerikane të Donald Trump përballë Serbisë dhe a ka Serbia më shumë rol aktiv në sjelljen e saj agresive përballë Kosovës, nisur nga fakti që Donald Trump I ka lënë dorë të lirë Putinit për të vepruar në Europë dhe nga kjo Serbia mund të marrë zemër për të vepruar me projektet e saj destabilizuese? Po skenar të tillë destabilizues nuk përjashtohen, shto edhe faktin siç e përmenda paraprakisht për shkak të krizës brendshme në të cilën ndodhet Serbia. Është paralajmëruar një protestë masive me 15 mars në qytetin e Beogradit, eksponentë të regjimit në fjalë, gjithnjë më tepër kanë paralajmëruar se mund të ketë dhunë në atë protestë. Dhe nëse I shohim në të kaluarën se si është sjellur Serbia në vazhdimsi, do të tash un indikator konkret aktualisht nuk kam, por nëse shohim si është sjellur në të kaluarën në vazhdimsi, kemi parë se zakonisht kur shoqëria serbe është përfshirë nga krizat e tilla, nga turbulencat e tilla, eksponentët e regjimit në fjalë dhe jo vetëm me Vučić, por në të kaluarën duke filluar prej viteve 90 nga Miloševiqi, kanë tentuar që krizat e brendshme politike t'i eksportojnë në rajon në mënyrë që të krijohet një naracion mbi homogenitetin e kombi serb I cili duhet në mënyrë unike të përballet me krizat e jashtme. Kështu që në këtë situatë nuk përjashtohet asnjë lloj skenari I mundshëm për tentuar për ta shfryzuar situatën. Ne e pam para pak ditë kishte dhënë dorëheqje dhe kryeministri I Serbisë me qëllim që të qetësohen gjafrat, por asgjë nuk ndodhi. Situata vazhdon të jetë e tensionuar. Por vizita e Rutës në rajon do të ishte një konfirmim që NATO është duke përcjellur me vëmendje situatën dhe se nuk do ta përkrah asnjë lloj skenari të tillë të erdhës, se është e përkushtuar dhe angazhuar për sigurinë si të Bosnjës ashtu edhe të Kosovës.